Ktu futemi tek Bashkimi Evropian, i cili në gjitha mundësitë që janë modele që ne kemi marrë nga Bashkimi Evropian, janë mundësi më potenciale për të zhvilluar dhe për të pasur aksese qoftë edhe në përfitimin që ne kemi parafruar tashmë nëpërmjet skemave kombëtare, por edhe ndaj fondeve të cilët Bashkimi Evropian ka akorduar për SHBB të caktuara. Ne sot nëse një individ apo një fermer i vetëm aplikon, ka një mënyrë akoma një procedurë akoma më të zgjeruar, më themi. Në bashkëpunimet e shoqërive bujqësore kemi akses dhe mundësi që potenciali të jetë më i madh, por edhe mbulimi ndaj skemës kombëtare të cilën ne kemi vënë në dispozicion është 100% të mbulimit të masës që ne kemi vënë. Pra, nëse një nga SHBB-t që ne po krijojmë, por edhe ndaj atyre private që janë 58, të krijojnë një akses apo një mundësi ure komunikimi midis Ministrisë Bujqësisë pra skemave që ne kemi vënë në dispozicion, do të përgjigjet në masën 100% të mbulimit të gjithë këtyre produkteve apo mundësisë së investimit. Për Shqipërinë, forcimi i SHBB-s, gjithashtu pjesë e përgatitjes sektorit bujqësor, pra Bashkimi Evropian, që ne është i rëndësishëm që fermeri sot të krijojë dhe të